Përshëndetje të dashur shikues, ja tek ritakohemi sërish edhe këtë të martë në emisionin Ftesë në studio. Sot në këtë emision do të flasim për histori frymëzimi, në fakt do të flasim për talentet e me talent të cilët janë shndërruar në histori frymëzimi edhe për brezat të tjerë. Në pjesën e parë të emisionit do të kem këngëtarin apo kantautorin Jon Ajdini, apo i njohur me emrin e artistit si Jon Ajdi, që besoj të gjithë ju e njihni, i cili është një këngëtar që me stilin e tij unik, por edhe me zërin e tij të veçantë, ka fituar zemrat e publikut dhe është bërë, sidomos së fundmi është bërë edhe pjesë diskutimi i shumë mediave. Në fakt ka marrë emër edhe më shumë, sepse gjithnjë më shumë po nxjerr këngë të reja, ka nxjerrë edhe albumin e tij të ri, por së fundmi është përfolur shumë edhe për pjesëmarrjen, apo le të themi pjesëmarrjen duke qenë se është pjesë i ekipit të këngës së Armenisë që do të përfaqësojë Armeninë në Eurovision. Se si është bërë pjesë e këtij ekipi, por gjithashtu edhe se ku e sheh veten edhe në karrierën e tij, do flas edhe për karrierën e tij, gjithashtu edhe për projektet e ardhshme, do të na tregojë vetë Joni, që e kam këtu në studio. Përshëndetje Jon, faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi tem këtu. Jon, unë fillimisht para se të dal tek pjesa tek karriera jote, sepse sigurisht që do të flasim edhe për këto, për projektet e tua, për projektet e radhës që priten, dua të të pyes një herë pikërisht për këtë që së fundmi flitet shumë për ty, që je pjesë e këngës që do të përfaqësojë Armeninë në Eurovision, që është diçka shumë e madhe. Si u bëre pjesë e gjithë kësaj? Po, mendoj kënga quhet Survivor, si u bëra pjesë ishte ata kontaktuan ekipin tim, deshin ndihmë, kishin nevojë për ndihmë rreth tekstit për këngën, dhe është ajo pjesa ku më shumë isha i fokusuar. Jemi gati se 10 artistë të cilët e shkruajtëm këngën së bashku. Është ekip mjaft i madh, por kishim bashkëpunim mjaft të mirë. Dhe po, mendoj i arritëm ta bim këngën në këtë që është tani. Që do marrë pjesë në Eurovision dhe do të përfaqësojë një këngë mjaft e bukur, më duhet të them. Faleminderit. Si ka qenë procesi i krijimit të kësaj këngë, bashkëpunimi le të themi edhe me grupin, me pjesën tjetër të grupit armen, apo çfarë kanë qenë? Po kishte të ndryshëm, shumica ishin armen, por ishte online, falë teknologjisë mund të flasim tani edhe mund të bashkëpunojmë nëpërmjet internetit. Kështu që shumë 2-3 sesione kishim ku kishim mbledhje dhe takime ku bisedonim dhe mendoheshim se si mund ta shkruajmë këngën më mirë, se cili tekst duhet të ndrohet dhe cila melodi duhet të zgjidhet prej atyre. Të gjithë hipnim ideja se për melodi edhe për tekste dhe i zgjidhnim ato më të mirat. Shumë interesant, po, se në fakt shqyr që e kemi teknologjinë dhe na ka mundësuar që edhe në vendet të largëta një bashkëpunim i tillë duket mjaft interesant, sepse përmes teknologjisë çdo gjë bëhet më e lehtë dhe ja ku sot në fakt ti je pjesë pikërisht e kësaj këngë, dhe pse s'ka pasur nevojë shembull të jesh të kesh një takim ballë për ballë me ato. Ke marrë, domethënë, pjesa jote ka qenë teksti apo ke kontribuar edhe në melodi sadopak? Kishte edhe një pjesë e idesë të melodisë për të cilën u zhvillua dhe u zhvillua më tej dhe u ndryshua pak prej melodisë dhe e arriti në versionin final, megjithëse më shumë ishte pjesa e tekstit ku unë mora pjesë. Domethënë pjesa më e madhe sigurisht ajo tekstit. Ka ndonjë mesazh ose diçka që përcillet përmes tekstit? Çfarë mund na thuash pak për këtë? Po, Survivor në fakt është përkthyer si mbijetues. Po, në fakt. Dhe ajo don të thotë, është thjesht Pargu si artist deshte që të flas dhe të këndoj për të gjitha sfidat që i ka hasur në jetën e tij, në karrierën e tij, dhe si i përballohet me ato. Po, sepse teksti me sa e pash teksti ka të bëjë domethënë që nëse mua më rrezoni, unë përsëri do të ngrihem dhe si ka qenë frymëzimi yt kur e ke shkruar pak a shumë këtë pjesë të tekstit? E di që ka qenë bashkëpunim, por pjesa jote le të themi frymëzimi yt për këtë. Po zakonisht edhe unë kur shkruaj prej eksperiencës time, normal të gjithë hasim pengesën në jetën e përditshme, në çfarëdo karrierë që mund të kemi, në projekte të ndryshme, kështu që nxirja nga eksperjenca ime, dhe normal që besoj se është e lehtë edhe për publikun ta gjejë veten te kjo këngë, pikërisht për atë arsye se është universale ajo ndjenja
që duhet të tejkalojmë, të mbijetojmë dhe të tejkalojmë disa sfida që i kemi në jetë. Ashtu, mendoj, ishte shumica e tekstit që kontribuova unë dhe besoj se të tjerët është prej eksperiencës të tyre. Por ashtu ndodh, kur zakonisht në për këto sesione, kur kemi sesione për të shkruar këngë, në fillim flitet se për çka është kënga, cili është mesazhi, çka ka ngjallur së pari tek artisti që do e performoj, sepse prap duhet artisti të ndjej më së miri sepse ai ose ajo do e performoj këngën. Sigurisht, duhet i përshtatet. Po. Duhet i përshtatet. Si ka qenë në fillim, domethënë ka qenë Paraguay i cili ka thënë që dua një këngë të tillë të ngjashme apo ka qenë thjesht në dorën tuaj, e ka lënë në dorën tuaj? Po, jo, ishte zgjedhja atij, zgjedhja atij dhe menaxherit atij. Dhe menaxherit atij. A ka qenë e vështirë sepse the që 10 persona keni qenë për tekstin apo vetëm apo 10 kanë qenë për melodinë? Ishte për këngën komplet. Duke qenë se është një numër i madh i personave të cilët kanë punuar për këtë këngë, ka qenë e vështirë për të menaxhuar sepse mbase mund të ketë pas mendime të ndryshme për gjëra të ndryshme? Jo, pikërisht sepse ishim shumë veta, kishte shumë ideja, ndoshta pjesa më e vështirë ishte të zgjedhim se cila mund të jetë më e mira për ta zgjedhur. Ishte ke zgjedhja më duket problemi më i madh, por sfida më e madhe, megjithse një prej sfidave kur shkruan këngë është më shumë ta gjesh idenë, kështu që në këtë rast neve nuk e kishim atë problem, sepse kishim mjaft ide. Ideja ka qenë aty, veç më duheshte vetëm të rrjedh teksti. Ka qenë hera e parë që ke një bashkëpunim të tillë për ty me një grup? Për artist tjetër, për artist tjetër. Megjithse kemi sesione në fakt për këngët e ardhshme që unë do i publikoj ku të njëjtën gjë bëjmë edhe për mua. Thrasim artist tjerë dhe zakonisht tek rastet e mia është përmirësojmë ose zhvillojmë ideja të cilat vetë unë i kam. Ti i ke idejat, vetëm u shfaq ideat dhe pastaj ato... Po, ideja mund të jetë demo, mund të jetë këngë të cilën e kam shkruar, mund të ndrojmë ndonjë tekst, mund të ndrojmë ndoshta strofat ose refrenin ose ndonjë pjesë tjetër. Por shumica si ka ndodhur tek unë me rastet e mia, ka qenë se kënga e ka bazën dhe ka zakonisht refrenat nuk i kemi prekur, por janë ndoshta strofat. Janë origjinale tuat, po vetëm është prekur shumë pak. Ne do të flasim edhe për këtë pjesën tënde, për pjesën e muzikës tënde, bashkëpunimet e tua, por unë të të pyes një herë edhe çfarë pret nga performanca e kësaj këngës në Eurovision. Mendoj se Pargu, siç mund ta shohim edhe në performancën e tij, sepse edhe në Armeni është kënga për Eurovision zgjidhet nëpërmjet një festivali, është shumë performues i mirë dhe mendoj se është një prej arsyeve kryesore se pse u zgjodh kënga për ta përfaqësuar, kështu që për ta përfaqësuar Armenin në Eurovision. Por besoj se publiku do e pranojë mirë. Besoj që është pranuar, dhe tash është pranuar mjaft mirë. Po, atë mundohesha ta them, vetë se është pranuar mirë, po shpresoj që të ketë edhe rezultate edhe më të mira në Eurovision. Shpresojmë edhe ne sigurisht, duke qenë se edhe ti je pjesë e kësaj kënge. Jon, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi për të vazhduar edhe për pjesën tënde, që do të ndalemi pak tek karriera jote, udhëtimi jot në muzikë. Dua të pyes njëherë si e sheh këtë pjesë të Eurovisionit, domethënë që je pjesë e këngës të Eurovisionit të Armenisë, në fakt që përfaqëson Armenin, si e sheh edhe për karrierën tënde? Po, mendoj unë dua të zhvillohem në të njëjtën kohë, jam kantautor dhe më pëlqen pjesa e performimeve, të publikoj këngët e mia, por dua të zhvillohem edhe si shkrimtar, kompozitor i këngëve, kështu që kjo është kënga e parë që kam shkruar, që jam pjesë e një ekipi që shkruan këngën, kështu nuk është gjë e vogël që arriti të shkojnë në Eurovision, po shpresoj edhe këngët e tjera të mundën të kenë aq sukses se ka edhe Survivor, por më shumë e shoh sikur ky është një hap i madh për të shkruar këngë edhe për artistë të tjerë. Domethënë, ky është i pari për dikë tjetër që ke shkruar, është i pari, sepse gjithë këngat i ke shkruar sigurisht për veten. Duke qenë se ti ke marrë pjesë edhe në garën për Eurovisionin për Maqedoninë, për të përfaqësuar Maqedoninë, ke marrë pjesë dhe kënga jote në fakt ka marrë shumë duar trokitje, është pëlqyer shumë edhe nga publiku, por që në fund sigurisht u vendos
të shkoj dikush tjetër. Si ka qenë si eksperiencë për ty kjo dhe a do të kishe marrë pjesë përsëri nëse Maqedonia rikthehet për të marrë pjesë në Eurovision? Po, mendoj ishte eksperiencë mjaft interesante dhe mjaft e bukur për mua, sepse kishte edhe publik i ri i cili ndoshta dëgjoi për mua për atë të parë. Ishte mjaft edhe interesant rasti se ende nuk kemi në Maqedoni një si solo artist që ka shkuar shqiptar për ta përfaqësuar Maqedoninë në Eurovision, edhe thjesht ideja se mund të jem unë ishte interesant gjithashtu. Por po mendoj a do kisha aplikuar patjetër se po. Eurovisioni është festival mjaft i çmuar prej të gjithëve edhe për mua mjaft dhe patjetër sot e kisha pas qef që të përfaqësoj Maqedoninë në Eurovision ndonjë ditë. Pse jo, në fakt edhe ne do dëshironim shumë pse jo ta përfaqësosh pikërisht vendin tonë Maqedoninë në Eurovision. E the domethënë që ka pas shumë të rinj në publik, të cilët mbase për herë të parë të kanë dëgjuar dhe prej aty të kanë njohur dhe në fakt është e vërtetë sepse unë duke hulumtuar pak për ty, lexova shumë komente, domethënë edhe të shqiptarëve dhe të maqedonasve që thonin se Jona Ajdini njihet si një zë i huaj. Si ndjesh për këtë që gjithmonë të shohin si një këngëtar i huaj? Domethënë kishte komente prej atyre që kur e dëgjojmë për herë të parë na duket sikur është ndonjë këngëtar i huaj. Si ndjesh për këtë? E shoh si kompliment, dhe besoj se e kanë për arsyeën se mund të ndoshta e barazojnë deri diku me këngët të tjera që dëgjojnë në radio. Ka pas një për rasteve të cilin e tregoj shpesh është se kisha një rast me një instrumentist të bendit tim, ku bëheshim gati për të performuar dhe ai disa herë më tha, insistonte që mos këndojmë këngë të huaja. Unë i tha, derisa i thoja, po, nuk është problem, nuk do performojmë, derisa më tha, po kjo, ai ishte duke folur për një këngë timën që e kishte dëgjuar në radio, që mendonte se është këngë e huaj, derisa i tregova se është kënga ime. Shumë interesant. Po. Padyshim që është kompliment, padyshim që është kompliment te kjo pjesë, sepse në fakt të shohin si tamam një artist të kompletuar, një artist që basi po si një artist të huaj, sepse nuk e shohim çdo ditë, Si ka ndikuar kjo eksperjenca jote në garën për në Eurovision? Si ka ndikuar më pas edhe për të vazhduar me karrierën tënde? Po, mendoj më dha një shtytje gjithashtu, se gjithmonë kur dëgjojmë fjalë të mira dhe sikur ta vërteton se jenë në rrugën e duhur. Siç thash, kishte mjaft publik të ri që dëgjoi për mua për atë parë dhe ishte ekspozimi e bën pastaj edhe të. Kështu që vetëm se më motivoi që të vazhdoj edhe më tutje. Sa vite ka tashmë që merresh me muzikë? Po, kënga e parë që kam publikuar ishte para 8-9 viteve. Domethënë 8-9 vite janë shumë. Cili ka qenë, a ka ndonjë moment që ti do evoqoje në rrugtimin tënd ose disa momente më të veçanta që do i veçoje në rrugtimin tënd si në muzikë? Mund të them edhe kjo kur isha finalist për përfaqësimin e Maqedonisë në Eurovision, por disa prej momenteve më të bukura, gjithmonë momentet më të bukura kanë qenë kur kam qenë në skenë. Ka qenë kur performova në Suedi për atë të parë, në festival në Sofje gjithashtu, por edhe në Sunny Hill Festival para 2-3 viteve gjithashtu. Kështu që gjithmonë reagimi i publikut ka qenë mjaft i mirë dhe është ajo që më ka mbetur në memorie. Pikërisht në fakt edhe për këtë desha të të pyes, sepse ti ke performuar përveç skenave këtu tek ne, ti ke performuar edhe në skena në vendet jashtë vendit, domethënë siç the në Sofia, ishte në një vend, është festival në Suedi, po. Në Suedi, po edhe në Sunny Hill, që në fakt është një ndër festivalet më të mëdha që po bëhet dhe besoj që ka qenë edhe privilegje edhe për ty, sigurisht ka qenë diçka shumë e madhe edhe për ty për të qenë pjesë. Si pritet, a ndryshon, le të themi, pak a shumë publiku jashtë vendit dhe në Maqedoni në mënyrën se si e sheh muzikën tënde? Për fat e keq po. Si mund të them që aty ku dallon më së shumti është sepse mund të them se publiku i jashtëm është pak më i gatshëm për të dëgjuar këngë që nuk i njeh. Kurse tek ne janë mësuar mbase me një Po. Në për festivale mund të them që është e njëjtë. Mendoj
prapë se prapë Sonny Hill është festivali më i madh që kam performuar deri tani dhe është vërtet ndjem mjaft me fat që performova atje. Dhe nëpër festivale është vend ku publiku vjen për të dëgjuar këngë të reja, por nëpër vende më të vogla siç janë kafiqet ose klubet të ndryshme, tek ne jemi pak më shumë të mësuar që të dëgjojmë këngë që vetë se i dim, këngë të huaj ose shqip. Po. Dhe e kuptoj se duan njerëzit të dalin dhe të këndojnë, por nuk ka shumë hapësirë për këngë të reja. Nuk ka shumë hapësirë për të kënduar këngë që nuk i din, që ndoshta nuk i kanë dëgjuar të mijat. Mbase unë gjithmonë e them që ne jemi pak shoqëri që nuk i pranojmë lekë ndryshimet. Gjërat e ndryshme, mbase edhe ajo ka të bëj. Ti para disa muajsh e ke nxjerrë edhe albumin tënd të parë, që quhet Ghosts. Ka 9 këngë, 10 këngë në të? 9 këngë, po. Si është prit ky album edhe cila do të ishte mbase një këngë që do e veçoje prej këtij albumi? Për të veçuar këngë nuk e di. Gjithmonë më ndryshon kënga të cilën e kam më shumë qejf për në moment, por pritja ka qenë mjaft e mirë. Ne në fakt bëm dhe promovim të albumit ku ftova dhe njerëzit më të afërm të mi dhe ishte mjaft interesant për të performuar për ato, se zakonisht kur performoj nuk njoh publikun dhe gati se sigur derisa performon fillon e sheh se kush fillon ta njohësh publikun pak më shumë, e sheh se cila grup mund të reagojë pak më shumë, cila grup është aty që të vetëm të qëndrojë, që të rinë bashkë me njëri tjetrin, por këtu ishte ndryshe se kudo që shikoja ishin njerëzit e mi. Po, dhe ishte kënaqësi për të performuar. Kështu që po pritja ka qenë mjaft e mirë prapë se prapë, janë 9 këngë, janë këngë të cilat i kisha publikuar vetëse deri tani, por vendosëm që ti bashkojmë dhe t'i bëjmë një album. Duke që se përmende që ke performuar për para njerëzve të afërt, të shtojnë edhe emocionet mbase kur performon, apo është më lehtë? Si është më lehtë? Edhe unë mendoja se mund ta kem më rënd, por megjithëse kur isha aty ishte shumë më lehtë, ishte shumë më shumë u kënaqa, dhe thënë thjesht, kështu që sepse sepse ato kanë pritur. Po, është vërtet. Besoj se do kisha edhe unë ndjenjën e njëjtë kur do shija dikë të afërt duke performuar. Sigurisht, ato të kanë pritur edhe ajo mbështetja pastaj që ato ta japin, ajo nuk diskutohet. Ku e merr frymëzimin për këngët e tua? Për shembull, kur ulesh, thua do bëj një këngë të re dhe ku e merr frymëzimin? Si frymëzohesh ose mbase ke edhe ndonjë inspirim që e ndjek? Po, për melodit, zakonisht është ajo që dëgjoj për momentin, ndërsa për tekstet janë eksperiencat e përditshme. Marr për jetësime dhe shkruaj për ato, gjërat që më kanë prekur pak më shumë, gjërat për të cilat kam menduar më shumë kohën e fundit, kështu që janë të ndryshme, por për tekstin zakonisht janë eksperienca personale. Pra në këngët e tua mund të gjejmë le të themi pak a shumë nga jeta jote, apo? Po. Që ta dinë ato të cilët na ndjekin kur ti dëgjon këngët tua, mbase mund të marrin pak informacione edhe nga jeta jote. Dua të pyes çfarë pritet prej teje. Ke pas, sigurisht ka qenë albumi yt i parë, ke pas këngë të shumta, çfarë pritet tash? Besoj që je duke punuar në projekte të reja. Po, edhe më shumë këngë. Tani për tani jemi duke regjistruar dhe duke punuar në 2 projekte të ndryshme. Një është një album i shkurtër për këngë të cilat janë pak më të ngjashme me ato që kam publikuar, dhe i dyti është pak më shumë akustik. Kështu që jam duke punuar në të dyja në të njëjtën kohë, që edhe ajo është gjë interesant, por në të ardhmen do ketë edhe më shumë muzikë. Pra të presim projekte të reja. Ndonjë bashkëpunim mbase apo? Tani për tani jo, por mund ta shohim. Gjithmonë jam i hapur për atë, patjetër. Cili do të ishte, nuk e di tash duhet të ta bëj këtë pyetje, por cili do të ishte mbase një këngëtar që ti do doje një bashkëpunim, qoftë shqiptar, qoftë i huaj? Ka shumë. Ndoshta prej më të rive në gjuhë angleze, ndoshta mund të them jam shumë fan i madh i Zach Bryan, Sam Fender, edhe Chance Peña njëjtë. Megjithëse është thjesht dëshirë, por zbesoj.
Do e shohim. Nuk i dihet, po, nuk i dihet asnjëherë, por talenti yt është i dukshëm, kështu që unë vetëm desha të pyes se zakonisht i pyes këngëtarët ose artistët në përgjithësi, sepse gjithmonë e kanë atë kanë shumë dëshira sigurisht për bashkëpunime dhe e kam pak të vështirë për ta zgjedhur një këngëtar, siç ndodhi edhe me ty në fakt kishe disa, por që desha të ta bëj në fakt këtë pyetje. Cili do të ishte, duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh për të gjithë të rinjtë të cilët duan ta ndjekin pasionin e tyre në muzikë, për të qëndruar edhe të veçantë me stilin e tyre unik siç ke bërë edhe ti deri më tani? Ajo që ka funksionuar për mua deri tani është thjesht dedikimi ndaj punës. Kështu që vetëm punë. Pra nuk është vetëm talenti ndonjëherë, por duhet... Faleminderit që thua që kam talent. Po sigurisht që po. Por po, unë mendoj se është dashur shumë punë për të arritur deri ku jam tani dhe ka ende punë që ma pret. Kështu që ajo që kisha thënë është nëse ka diçka që i nxit ose i motivon ose ju pëlqen për të bërë, thjesht duhet të veçohet kohë dhe të punohet në atë. Shumë e vërtetë, edhe unë e them gjithmonë sepse talenti sigurisht që nevojitet, por që talenti duhet të ushqehet dhe unë e besoj shumë që ti ke punuar për të arritur deri këtu, por që talentin është përsëri po themi pa diskutueshëm, sepse me të vërtet ke një stil unik dhe zë të veçantë, ajo që besoj që të ka bërë të veçantë edhe në publik. Jon, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit të Ftesë në studio. Ne tani do të ndjekim në fakt njërin prej këngëve tua, Dreams, që ka qenë kënga me të cilën ti ke konkuruar për në Eurovision. Do ta ndjekim këngën, por të falenderoj një herë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio. Faleminderit shumë edhe juve, ishte kënaqësi të jam këtu.